Djali i aktori i njohur turk me origjinë shqiptare i tregon miliona ndjekësve gjuhën e nënës. Aktori i famshëm turk me origjinë shqiptare, Burak Yuruk, i ka treguar 1.3 milion ndjekësve të tij gjuhën e nënës. Djali i nënës, shkroi aktori në gjuhën shqipe, krahas një foto të tij. Burak Yuruk ka zbuluar gjatë një interviste disa kohë më parë se nëna e tij është me origjinë shqiptare. "Çka po bën? Mirë, ti qysh je?" tha ai, teksa tregon se di vetëm pak fjalë shqip. Burak Yuruk e ka nisur karrierën e tij në kinematografi në moshën 7 vjeçare në vitin 2002 dhe numëron shumë role që nga ajo kohë, ndërsa së fundmi luan rolin e Çınar në komedinë turke Aşk Logic Intikam, që ka rezultuar mjaft e suksesshme.